Atëherë përshëndetje të gjithëve. Përshëndes televizën bashkë, drejtuesi i televizës bashkë, për punën shkëlqyer që kanë bërë deri tani, në kushte e jashtëzakonisht të vështira psikologjike, sepse jena në mesin e Evropës dhe po trajtojna si në Afrikë ose si në Azi. Gjashi nuk është as pak e pranueshme. Shok parafolës thanë që sot është 1 maj, është e vërtet, është dita punëtorit, por ne se kemi shiu. Ne kemi shiu punën, ishte ditë tjetër. Tjetër, që kërkoj që përna me lëvizjen bashkë, të debatojmë për lëvizjen bashkë, të debatojmë për ndryshimin, janë shumë arsye. E para është që të fillojmë të zmontojmë ashtu siç zmontojmë pushkën ose automatikun pjesë, këtë sistem të montuar në këtë mënyrë. Bravo! Askush mos të demoralizohet se jo nuk ja dolëm këtë rast, si morëm gjitha votat, avash, po ban bashkë, po patëm Korajen, forcën dhe vullnetin, për shku derë, për të pasuru realitetin, sepse nuk po rren asnjë fjalë s'po gënjenti, po folim të drejtën. Të votojmë për veten tonë, jo për Arlindçorin dhe për lëvizjen bashkë. Sepse duke ja fillu të pensionisti, kurrë që tjetë ta bojnë matematikën, si e tëhet me atë lekë që merr sot për pensionin. Të punëtori si që mërë. Të gjithë, pra jena në një, pavarësisht se nuk ngrem zanin, të gjithë jena në një hallë flas për popullsinë në shkallë gjenere. Se këto jena ndarë në 2 klasash, të pasur dhe të tjerë që shihem asnjë gjë këto. Prandaj, u kërkoj që gjithëve të votojmë lëvizjen bashkë, t'i bëjmë thirrje derë, edhe t'i japim një ndryshim tjetër Shqipërisë. Duke respektuar dhe t'i ashtë fjalën dhe t'japin dhe t'japin mendimin e tyre, ju uroj fitore, suksese, faleminderit gjithëve.